Speranca TV paraqet horoskopin për muajin dhjetor 2025. Dashi, ky muaj do të jetë i mbushur me surpriza. Do jeni më të gatshëm për të reflektuar e për t'i marrë gjërat shtruar. Për sa i përket dashurisë, deri nga mesi i muajit nuk do jepni aq shumë prioritet, por pas datës 14 gjithçka do të ndryshojë rrënjësisht. Do jeni më romantik dhe nuk do nguroni as të bëni surpriza. Nëse jeni beqar, nuk do mund t'i rezistoni as pak pamjes dhe buzëqeshjes së dikujt, kështu që pa u menduar gjatë do hidheni. Gjërat e mira priten të vinë këtë periudhë. Gjendja shëndetësore ka për të qenë shumë herë më e mirë. Do ndiheni më energjik dhe më dinamik se më parë. Në planin financiar duhet të jeni thjesht më të vëmendshëm. Demi, po manipuluat keni për të pasur probleme serioze gjatë gjithë muajit. Nga ana tjetër, mos e lini shumë pas dore partnerin, sepse do shkatroni me dorën tuaj marrëdhënien që keni krijuar. Nëse doni që lidhja t'ju zgjat, duhet të bëni përpjekje, lëshime e kompromise. Partnerin vendoseni gjithmonë në plan të parë. Ju beqarët nuk do arrini dot t'i shfrytëzojnë të gjitha mundësitë që do ju jepen dhe ka rrezik të mbeteni të vetmuar. Rezistenca fizike dhe ajo morale do të jenë më të mira. Nuk do ndiheni as pak nervoz, do ushqeheni si duhet dhe nuk do keni më as shqetësime nga dhëmbët. Në planin financiar duhet që të kurseni më shumë se muajin e kaluar. Binjakët, këtë muaj gjërat nuk do ju ecin ashtu siç i keni menduar. Nuk do jeni as pak optimist dhe nuk do bëni as përpjekjet e duhura për ndryshime. Me partnerin tuaj do keni keqkuptime dhe shpesh herë do debatoni mjaft shumë me njëri tjetrin. Ju beqarët nga ana tjetër do jeni në kërkim të personit ideal, por pa ndihmën e miqve nuk do e gjeni dot atë. Bëni durim në ditën e fundit, sepse asnjëherë nuk i dihet se çfarë do të ndodhë. Për shëndetit duhet të keni akoma kujdes më shumë, sepse situata është e mirë, por me kujdesin e duhur gjithçka do shkojnë mirë. Financat do të jenë gjatë kohës mjaft të mbrojtura dhe të kursyeshme. Gaforja, bëni kujdes gjatë këtij muaji, sepse yjet nuk parashikojnë një periudhë mjaft e mirë. Edhe pse nuk është keq, por që të keni më tepër mirësi, duhet që të keni më shumë kujdes. Mund të bëni gjërat e gabuara dhe do përballeni me të papritura të pakëndshme, nëse kujdesi do mungojë nga ana juaj. Kujdes me xhelozin. Nëse keni një lidhje, pasi ajo mund të shkatrojë gjithçka keni ndërtuar. Pranoni të flisni hapur me partnerin, edhe për dyshimet më të vogla, ndërsa ju beqarët nuk duhet të ndikoheni nga familjarët për të bërë zgjedhjen e duhur, por duhet të njiheni fillimisht vetë e të reflektoni çfarë do bëni. Luani, gjatë këtij muaji do jeni më të matur dhe do reflektoni me kujdes para çdo hapi që do hidhni. Mund të sqaroni problemet dhe do hiqni një barë të madhe që ju kishte rënë mbi shpinë. Nëse keni një lidhje romantizmi dhe kënaqësitë do mbizotrojnë gjatë gjithë kohës, do jeni më të ndërgjegjshëm për gabimet dhe do doni t'i zgjidhni ato. Për ju beqarët, data 13 do të jetë fillimi i një jete të re. Do çlironi veten nga meraku që keni pasur dhe do dashuroheni si ta ndjeni. Shëndeti do të jetë relativisht mjaft i mirë. Do ju duhet patjetër që të keni edhe kujdes, pasi dhjetori
është mjaft i ftohtë. Financat kanë për të pasur gjithë kohën ulje dhe ngritje. Mundoheni të jeni sa më strikt me shpenzimet. Virgjeresha. Nuk ka për të qenë një muaj aq shumë i mirë. Do keni shumë pakënaqësi dhe shpesh do acaroheni, ndërsa për të tjerat do jetë gjithçka në rregull. Përpjekjet që duhet të bëni për të zgjidhur situatat duhet të jenë dy fish nga më parë. Nëse keni një lidhje, mos i shkoni gjithmonë kundër partnerit, sepse në disa raste ai mund të ketë edhe të drejtë. Me mirë mendoni të flisni me qetësi dhe të sqaroni për çdo gjë. Momentet romantike do jenë të pakta. Ju beqarët do kufizoni shumë veten dhe nuk do të mund të arrini dot atë lidhje që keni menduar. Do humbni mundësitë e shkëlqyera që do ju dalin rreth datës 11 dhe 12 nëse nuk keni kujdesin e duhur. Financat janë shumë të mira. Peshorja. Sipas parashikimeve, ky ka për të qenë një muaj pozitiv dhe më i favorshëm për marrëdhëniet me të tjerët. Do jeni të kujdesshëm dhe nuk do të hidhni hapa pa qenë të bindur. Nëse keni një lidhje, do i shihni gjërat me optimizëm dhe do mendoni më tepër për të ardhmen. Mund të tentoni edhe për gjërat e reja, ndërsa ju beqarët mund të eklipsoheni nga dikush që pas datës 12 mund të mendoni të filloni një lidhje me te. E rëndësishme është që do të ndiheni për herë mirë e të përmbushur shpirtërisht. Sipas horoskopit ton, shëndeti do të jetë shumë i mirë. Kombinoni ushqimin e ekuilibruar me aktivitet fizik dhe do ndiheni edhe shumë të rinj se sa jeni. Financat do të jenë shumë të mira. Akrepi. Gjatë këtij muaji duhet patjetër të merrni masa strikte nëse nuk doni t'ju ndodhin të papritura të pakëndshme. Çështjet duhen menaxhuar me shumë kujdes, sepse çdo gabim i vogël mund të sjellë edhe pasoja për të ardhmen. Gjithçka do ndryshojë pas datës 13 nëse nuk do keni kujdes, por me kujdesin e duhur, gjithçka do të shmanget dhe gjithçka do të bëhet mjaft mirë. Ju beqarët, para se të hidhni hapa, duhet të dëgjoni edhe mendjen, e jo vetëm zemrën. Gjendja shëndetësore do të jetë e mirë. Ndërsa, në planin financiar, do ju duhet të merrni akoma masa më strikte që situata të mbetet më e kënaqshme se muajin e kaluar, ndërsa në punë do fillini të shihni gjërat edhe më qartë. Shigjetari. Këtë muaj do ju ndodhin vetëm gjëra pozitive, sidomos në planin sentimental. Do merreni vesh mjaft mirë me atë që keni në krah dhe do jeni të pandashëm. Për gjithçka do merreni vesh dhe nuk do mungojnë as çastet pasionante e as ato emocionuese. Edhe ju beqarët duhet ta dëgjoni sa më shumë zemrën, sepse ajo nuk do ju çojë në rrugë të gabuar. Gjendja shëndetësore do të mbetet e mirë. Nuk do keni as pak shqetësime. Madje as ju që muajin e kaluar nuk e keni patur aq mirë. Buxhetin duhet ta keni me tepër në kujdes dhe nuk duhet të jepni para, sidomos deri në datën 26 të keni kujdes me shpenzimet e të mos jepni lek në shpenzime të kota. Britsjapi. Gjatë këtij muaji nuk do ju ndodhin gjëra të keqija, por mirë do të jetë të mendoni të hiqni disa para me njan për të siguruar edhe të ardhmen. Të kurseni para është gjithmonë diçka e mirë. Në këtë plan do keni vështirësitë më të vogla. Silluni mirë dhe me partnerin tuaj, sidomos nga java e dytë e në vijim. Mundohuni ta surprizoni atë si dhe t'ja shprehni ndjenjat. I dashuri i zemrës suaj do ketë nevojë për mbështetje dhe ngrohtësi. Ju beqarët, më në fund do besoni në dashuri pasi të njihni me persona fantastik këtë muaj.
Zemra do ju kënaqet pafund rreth datës 6 ose 7, ndërsa shëndeti do të jetë mjaft mirë e po ashtu edhe parat e të hollat e këtij muaji. Ujori. Këtë muaj do jeni shumë altruist dhe ky do jetë një gabim. Nëse keni një lidhje, gjeni edhe pak kohë për t'ju përshkushtuar vetes, sepse përndryshe partneri mund të shohë dikë tjetër. Ju beqare do I keni mendimet shumë të qarta dhe do dini kë dhe ku ta kërkoni personin e duhur. Data 18 do të jetë me shumë fat. Për shëndetmet e mirë nuk do ju bën të keq pak aktivitet fizik, yoga apo not. Në planin financiar do keni me shumë fat pas datës 14. Ndërsa gjendja financiare do të jetë mjaft e kënaqshme. Edhe në punë do të keni arritje, sepse do silleni si duhet dhe do hidhni kurdoherë hapat e duhura. Peshqit. Cilësia e këtij muaji do varet nga aftësia që do të keni ju për t'ju dhënë prioritet gjërave më të rëndësishme. Tregohuni të kujdesshëm e të matur në mënyrë që të mos gaboni. Dashuria e çifteve nuk ka për të pasur probleme. Do jeni shumë kurrështar për të provuar gjërat e reja dhe mund të shkoni bashkërisht edhe në aktivitete interesante, kulturore e artistike. Ju beqare do keni gjithmonë shumë persona që do ju vinë rreth e rrotull, por në datën 15 do ndodhë diçka vërtet e bukur, secilës duhet I përkushtoheni. Shëndeti do të jetë mjaft I mirë, në periudhat e para dhe të fundit, por në përgjithësi mjaft mirë. Ky ishte horoskopi I muajit dhjetor.